Pusha në Top Albania Radio. Sepse një herë në jetë të vjen të hysh në Big Brother edhe kam përshtypjen është eksperienca ndër më të bukura që ju keni kaluar. Me mua në studio është Arsida, Klajt Musabelliu, do të flasim për Big Brother, ka nisur countdown dhe jemi të gjithë vethet. Pra sa ka ngelur? E mërkura, e intja, e premtja, e shtuna 4 ditë. Data 16 sot edhe 4 ditë nga premiera e spektaklit show pa diskutueshëm të shikueshmërisë edhe pritshmërit janë të mëdha për Big Brother 5. Arsida, si sot një vit më parë kam qenë duke u bërë gati. Duke u bërë gati. Klajdi ndërkohë? Mirëmbrëma, po më fal se po bëj një story. Ku je? Po, e publikojmë në publicitet. Respektojmë pak live-in. Më falni se më ka dalë një puçer. Ti tani fillove ti. Jo, është e vërtetë ja. Ti ke hyrë një vit më përpara nga data kur ka filluar vjet? 19 kam hyrë 3 ditë më vonë, 22 të martën. Po si kaloi një vit kështu më Klajt, ha? Atë po i thosha Arsit kur e pash aty poshtë, më duket sikur ka kaluar një muaj. Tani ky është edhe efekti im, le të themi të vërtetën. Ti je si shpirta, është gjë evidente. Një vit nga Big Brother 4, po bëhemi gati për edicionin e 5 të spektaklit më të ndjekur në shtëpi. E pesa. Jam shtruar ke pesa. Nuk mund të jap deklarata mbase, po mbase ja. Mirë, të pres aty brenda pra. Këto e fillojnë direkt me live. Duhet mbase kam lënë diçka pezull Arsida, duhet. kujdes mikrofon. Disa më ka munguar kjo muzika, kjo suspanca, kjo dëndën. Ai zarfi kuqe, ai zarfi zi, si do të jetë premiera, a ka të ftuar special, a ka. Mami im është me fibrilacion kur bëhet kjo muzika, mua më kap fibrilacioni. Po si ka qenë 2025 për ju? Ne jemi në prag të fillimit Big Brother, po ne jemi edhe në fund të një viti që kam përshtypjen me pjesëmarrjen në Big Brother ka sjell ndryshime apo të reja në jetën tuaj. Arsida, e filloj me ty. Ka qenë një vit, unë kam thënë bilet se dhe një emision tjetër, ka qenë një vit reflektues për mua, sikur mbylla një lloj cikli, sigurisht eksperienca në Big Brother le gjurmët e saj, kështu që më ka ndihmuar për të shoh gjëra të kuptoj më shumë. Nuk ka qenë një nga ato vite që kam gjëra të veçanta apo të them këtë e kam bërë, se janë ca vite në jetë që të ndryshojnë përgjithmonë. Ky nuk ka qenë një nga ato, po ka qenë një vit i mbar, le të themi, i qetë, pa gjëra eklatante, por besoj kështu ka qenë edhe për ty, i mbar, po jo i qetë. Për mua nuk ka qenë i qetë. Fal Big Brother u riktheva në ekran, u riktheva në muzikë, u riktheva në Shqipëri, kam pasur shumë rikthime, fal Big Brotherit, fal Top Channelit, të cilin nuk do të rresh kur së falënderuari, gjithmonë mirënjohës për producentët, për stafin, gjithmonë mirënjohës për publikun, i cili më ka pritur shumë mirë, jam lodhur shumë, jam kënaqur shumë. Po ke marrë edhe shumë. Kam dhënë dhe shumë, besoj. Kur thua u riktheva në televizion, u riktheva në muzikë, u riktheva në koncerte. U riktheva në jetë. Sa e bukur. U riktheva në jetë sepse deklaratat e mia kanë qenë gjithmonë të njëtrajtshme. Un kam qenë gjithmonë konstant në ato që kam thënë dhe kam bërë. Big Brother më riktheu realisht në jetë. Pra, jo vetëm artistike, po dhe në atë jetën e vërtet që më kisha munguar, kisha harruar të merja frymë, të emocionohesha, të bëja njerëzit të qeshnin, të qanin. Domethënë, jo që e bëj me si thua, kisha harruar ti ato. Kjo është fuqia e Big Brotherit, me thënë të drejtën. Pikërisht këtë të thoja dhe unë, kjo është fuqia edhe Klajt Musabelliu është një nga ato emra i cili realisht fitoi shumë, siç i pohon edhe vet. Mbi gjitha zemrat e publikut nëpërmjet këtij programi. I mori zemrat publikut, u riktheve në muzikë, tani më sa këngë ke realizuar në këtë periudhë? Unë them drejtën kam mbyllur vetëm 2 sepse kam pasur shumë pikë pyetje me të gjitha këngët që më janë ofruar për të kënduar bashkëpunime apo. Nuk kanë pëlqyer si projekte, si Shkoni jam një tip që kur flasim për gjëra të tipit muzik mendohem shumë. Edhe jam, domethënë, sa mendoj ti zgjuar i tha budallaj kam mbaruar punë. Aty më pëlqen të jem jo budalla, të jem i kujdesshëm. Kam realizuar 2 projekte me Irkenc Hykën dhe Petro Gjorin, të cilët i përshëndes, 2 miq shumë të mirë. Petro ishte brenda Big Brother. Dhe Petro gjithashtu. Petro nga bëhet, çfarë bën? Petro është në lëvizje, me muzikën, me gjëra të tjera. Vazhdojmë, domethënë, fal Big Brother kemi bërë dhe miq. Përveç se kemi bërë muzikë, kemi bërë art, jemi bërë miq. Ndoshta me kalimin e kohës do të bëhemi dhe armiq. Ngelet për tu parë, por miqësim për momentin. Arsida të bërti miq nga Big Brother? Po, unë paka shumë pothuajse duke, domethënë mund të heq 3-4 veta që nuk kam kontakte, po me pjesën tjetër më të madhe ndiqemi në rrjetet sociale, komunikojmë me shumë dashamirësi.
Me pjesën më të madhe, po. Je takuar për një kafe, për një drink, Me disa për një po, me disa po, edhe I kam ndjekur në projekte që kanë bërë, po, me disa po, dhe bëjmë shumë kënaqësi. Disa të tjera nuk më ecin bik, nuk do më eci as jashtë, kështu që nuk të ecin bik mendove? Nuk më eci muhabeti me to, në fjalën dhe nuk do më ecin jashtë sepse janë thjesht karaktere me të cilat unë nuk kam shumë gjëra për të ndarë, domethënë është kjo e gjitha. Mos më kërkoj emrin me ato se nuk do të thosë. Jo, të lash shumë të qetë. Edhe një herë tjetër unë përshëndes gjithë ata që po na dëgjojnë tani, janë të shumt në trafikun e Tiranës apo në qytetin ku jetojnë. Muzika do të jetë e mirë sot, se ne do të flasim pjesën e dytë të këtij programi edhe për një këngëtare fantastike, Gala Dragot. Gala vajza e Roberta Liajt, motra e Kris Dragotin, është e shkëlqyer e cila po arrin suksese të jashtëzakonshme në Belgjik. Është shumë e vogël. Është voskë hapën. Okej, nuk mos gaboj, babai I saj supozohet hyn Big Brother, do të ishte nga emrat që dolën për në Big. Është nga emrat që është në listën që supozohet të jetë në Big Brother, po edhe për këtë do ta pyes. Kris Dragoti do të jetë në pjesën e dytë të programit. Krisa Çaushi është duke ardhur, Edea Demalia I duke ardhur. Është një program është një program I përqendruar në Big Brother dhe në muzikë të mirë sot në këtë të martë ku data është 16 dhe kanë mbetur thjesht 4 ditë nga premiera e showt më të madh në vend Big Brother Albania 5. Ne do të shkojmë tani në publicitet dhe I them Skerdit që e falenderoj së bashku me Alisin që është një skuadër fantastike e pasdites së martës, që pas publicitetit duhet kënga e Clyde Musavilliut. Se ti je bukur, si është? Ka pëlqyer shumë. Shumë e bukur është. Edhe realizuar sa doli nga shtëpia. Ky ditë do të flasim ne, po ky ditë ta merrte Big Brotherin ashtu siç duhej. Jo, kam pasur fatin që mora zemrat e publikut. Jo që I mora, që I lodha, por ti Clyde zemrat e shkojmë publicitet, flas. Bukur, full house tani Edea Demalia. Sa lumtur jam kur jemi kështu plot, më ngrofet zemra. Do ishim edhe më shumë plot. Lumtur jam unë me këto goca të gjitha më të bukura se njëra më e bukur se tjetra. Po ngele gjithë jetën Don Juan or Clyde. Don Juan. Tisha Don Juan. Je një çike, e do dashurinë. Mirë, për të thot mami, thot ti të ha, thot se vetëm llafe ke. Ajo mami im çot çdi. Thot të gjë. Po mirë, Don Juan ndonjë gjë konkrete ka? Jo. Ajo më akuzon. O ma! Zonja dhe zotrin prezantojmë dhe Krisa Çaushi. Hello. Wow, çfarë ylli. Kam marrë direkt nga xhirimet. O zemra, po më duket sikur po është tek premiera e Big Brother, jo tek ndryshe. Po në siklet gjithë futëm në zhguall, tham prit se kemi përgatitur. Mua më duket sikur do jap lajme të radios sot me këtë luk. Tamam, jemi për lajme. Para kondrohesha se për zonë do vija me atë këmishën dhe pantallona. Po edhe unë do të vishem. Ne të dyja Arsita dukemi nëna me fëmijë. Rregull. Si ka qenë 2025 për ty edhe çfarë kujton? Ti nuk e hyrë në fillim Big Brother, Krisa, ka kaluar ca javë. Në janar. Ja, diku te java e tretë, një gjë e tillë. Pas javës tretë kam hyrë në Big. Edhe ta mendosh tani ka kaluar. Më duket gati një vit. Më duket sikur dola dje dhe hyra dje. Domethënë për çfarë për thuajse 2 javë gati, do bëhet fiks një vit kur un kam hyrë në Big ose muaj janar, më sa komplet ka qenë ai muaj I ndryshimeve. Për mirë dhe për keq. Pra, për keq ishte pak gjendja ime në punët që po bëja, mund të them, edhe isha edhe si isha në punë. Merrti oferta Bigut dhe pas asaj çdo gjë ndryshoi totalisht. Muajt kanë kaluar shumë shpejt, nëse ka një vit që ka kaluar tmerrsi shpejt është 2025. Nuk e di se do jetë 2026. Është efekti Big Brotherit? Është efekti Big Brotherit. Ka ndodhur një gjë tjetër. Mendoj që është efekti Big Brotherit sepse më ka sjell shumë anë pozitive mbrapa. Kjo ka qenë një vit më I ngjeshur, më I vrruthshëm, me shumë punë, angazhime. Shumë. Po, më thën, më duket sikur çdo gjë është bërë dje. Fillimi I punës, Bigu, çdo gjë duket se kam bërë dje dhe sot po flas. Po I tirin si e kemi ne? Tirin mirë me angazhimet. Do të napi telefonin. Jo thash se kishte ideja ndonjë pyetje kështu. Jo, kisha një pyetje se gjithmonë e mendoj këtë gjë që para se të hysh Big Brother ti pak a shumë bën një lloj parashikimi se çfarë suksesi do të vi mbrapa. E kisha parashikuar gjithë këtë një vjeçarin se dua t'ia thuash atyre banorëve që do hyjnë pak a shumë që nuk jeni gati. Unë nuk kisha menduar Bigun, pastaj suksesin, por dëgjoj, momenti që pranova ofertën sigurisht që e mendoja çfarë të sjell mbrapa. Ajo është stik me dy presa, varet se si ti e menaxhon. E menaxhon mirë apo menaxhon keq. Unë jam përpjekur t'i marr më të mirat, paçka se nuk pata një qendrim të gjatë.
Por benefitet që më dhan brapa. Jo, pse sa ndenjë ti? Ke ndenjë më shumë se Kun te 26 ditë një gjë. Për 10 muaj, po. Afër, tjerë kanë qëndruar një 10 ditë më shumë se unë pastaj. E mbaj mend. Se vija te ty, mbaj mend, ky tiri çfarë po bën me këtë Loredanën? Mami Krisa, ai keni sqaruar gjithë gjërat me njëri tjetrin. Tani, se dua të pyes. Punoj në një vend tani. Po e di. E ka forcuar më shumë lidhjen me tirin apo si di? Apo Jo, nuk e ka lëkundur në asnjë moment. E ka lëkundur në ndonjë moment. Jo, jemi shumë mirë. Fakti që ne po punojmë tani bashk, e forcon akoma edhe më shumë. Gjithmonë kemi qenë suportiv ndaj njëri tjetrit, kështu që nuk ka qenë është pak e mërzitshme të flesh me të njëjtin njeri, të zgjohesh, të bësh emision në mëngjes me të njëjtin njeri. Ka net që ti do t'ja vësh jastekun tek koka, por ka net që ti e do shumë. Mirë, t'ju a them një gjë për shkak. Një ndër arsyet pse unë po e shtyj bashkëjetesën me Tirin është kjo. Po e shtynë shkuptim që të filloj bashkëjetesën. Si jetoni bashkë. Po ju videot I keni nga njëjta kuzhinë, nga njëjti divan. 3 herë po, 2 herë jo. Sa mbaron video I Kemi 7 ditë javës, 3 ditë jam ke Tiri, 4 ditë te shtëpia ime. Domethënë që të balancoj pak këtë, duke qenë se jemi nga mëngjesi deri në darkë bashkë, them edhe të fleu ma të mli, të shtëpia ime të Elona, unë e kuptoj se jemi brez I ri. Ju na shikoni me kështu këtë direkt, bashkëjetoni, martoni. Jo, mos e bëhat kafe. Ma kafe, Elona, mos e bëhat kafe. 20 ca? Pu. Edhe 30 ca edhe. Me 25 I bëjmë për pak. Kur keni lindju sonte? Unë jam unë. Unë isha te koncerti Backstreet Boys para një jave, kupton? Këtë doja të pyesja edhe unë, ata që hyn tani në Big Brother 5. Do të thënë, si janë këto ndjesit pak ditë përpara se të izolohesh, pastaj jo izolohesh, po burgohesh fare. Mbaj mend që kur kam afroje pak mikrofonet dashur. Mbaj mend që kur kam hyrë, që ishte atë pjesa e shtëpia gjutave, unë pas një ditë 2 nuk mbaja mend se si arrita aty. Domethënë duket me vërtet sikur po bën gjoja, por realisht nuk e mbaja mend rreth orës nga erdha unë këtu. Domethënë nuk arrija dot të mbaja mend rrugën nga shtëpia deri te Po çash në një makinë me xhamaxin dhe një gjë apo jo? Jo, mendja ime kishte vështirë, domethënë isha kaq e bllokuar edhe me kaq shumë emocione dhe presion sa nuk mbaja mend rrugën e shtëpisë, mu desh të kujtoja për një moment se çfarë rrugë kisha bërë për të ardhur në top. A kalon ndonjëherë nga ajo rruga tani dhe thua këtë rrugën Po nuk është se mendoj po thjesht në atë moment, presioni I momentit edhe emocione realisht e kisha harruar, nuk dija se si erdha deri aty. Kam një pyetje që e bëjnë shumica e njerëzve. Kur kalon ajo pika e bllokimit? Pra kur vjen ai momenti që ti e harron që je duke u vëzhguar 24/7 dhe fillon je vetja jote. Pra nuk ka momente që thua diçka më shumë dhe thua mos, harrova. 2 javë, besoj. Një javë duhet për të mësuar pak me shtëpinë, pra vjen vërdall dhe eksploron. Besoj që në këtë pjesë Klajdi se ja ça kokë fare. Merrin çikë. Jemi sinqert që ditën e dytë, domethënë që kur u zgjova ditën e dytë, sigurisht në një ambient shumë familjar. Sepse në asnjë moment nuk zgjodha të interpretoj një personazh, të mos jem vetvetja. E dije që kisha kamerat, unë jam ky, domethënë arritja ime më e madhe është që njerëzit të më pëlqejnë apo të mos më pëlqejnë për këtë që jam. Dhe këtë e dash dhe në ekran. Nuk pata asnjë lloj emocioni. Okej, pata vetëm një frenim, duke pasur një nën jashtë vetëm me probleme, thosha prit se po më shef mami, si t'ia them, ç'a them. Edhe I lash shumë gjëra pa bër, por në pjesën tjetër besoj se gjithë ne kemi pas problem kamerën. Se vinim gjithë nga bota e medias edhe nuk është se vëre shumë se nuk është se janë kamera me njerëz dhe ti thua shumë po më filmon ai. Se ne po flasim pak për 4-ën dhe më shumë për 5-ën, po duhet të kuptoni që ka akoma banor të 4-s që nuk kanë dalë akoma nga Bigu, jetojnë akoma në Big. Realisht. Mirë, kush janë këta banorë? Do ta flasim vetëm pas pak. Tani do të shkojmë tek një tjetër urime Dea de Malia. Se nuk vje dot urimin tim? Nuk e zgjedh unë Elona, nuk e zgjedh unë, me sa duket më duan. Unë doja transmetoj kënga e Rozana Radit, vajzave të Big Brother 4, po ty ta transmetua më çke.